ndër mendoj projektet më të mira që kam realizuar deri tani, meqense qyteti ynë kishte nevojë për një dorë. Ndoshta ajo dorë do të ishin rinjtë, të cilët do t'ia jepnin këtij qyteti dhe nëpërmjet kësaj do të shihej edhe ajo se si do të ndryshohej qyteti ynë. Do të thotë që edhe të tjerëve t'ju bëhej me dije se Struga ka nevojë për një mbështetje, paktën një dorë që të arrijë deri tek ajo do të pasojë. Qyteti duhet mbrojtur dhe me këtë mesazh ne nxënësit e shkollës së mesme Dr. Ibrahim Temo ndërmorëm një iniciativë për të pastruar qytetin. Këtë iniciativë e para ndërmori profesorja jonë e Shqipës, profesorja Elida Lloga, e cila me të gjitha mundësitë na ndihmoi neve që të përmbushim këtë iniciativë. Ne të gjithë së bashku në ndërtimin e saj filluam që të pastrojmë qytetin e bukur të Strugës, ku ndodheshin lloj-lloj mbeturinash. Tani jam mjaft i gëzuar me rezultatin, pasi nëse do shikonim pamjen e liçenit është shumë më e bukur se sa ishte më parë.